Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, me të përfunduar mandatin e saj, siç duket do të rikthehet përsëri në garën politike. Në bazë të disa burimeve të autorit, Osmani do të krijojë një parti të re politike, me të cilën synon që dhe njëherë të futet fuqishëm në skenën politike. Madje këto burime thonë se dhe vizita në Zvicër dhe takimi i ngrohtë më shumë me bashkëdhetarët ishte një testë për të matur pulsin e përkrahjes si gëzon Osmani, testë të cilin padyshim që Osmani e kaloi me sukses. Por se takimi në Zvicër ishte një testim i përkrahjes si gëzon Osmani, e thot edhe analisti dhe njohësi i zhvillimeve politike në vend, Afrim Kasolli. Po se planifikon që Vjosa Osmani të rikthehet në jetën politike pas katimit të mandatit të presidentes, këtë nuk duhet ta them me siguri. Por po ashtu që vizita e saj në Zvicër si dhe takimet me bashkëdhetarët tanë, i ngjanin turizmit elektoral të partive politike gjatë zgjedhjeve, as kjo nuk mund të mohohet, është prehur Kasolli, i cili thotë se rikthimi i Osmanit me një parti politike varet nga ajo se si do të rrjedhin gjërat për zgjedhjen e presidentit të ri. Megjithatë, kjo do të varet edhe nga sa ka gjasta që ajo të sigurojë një mandat tjetër si presidente. E në rrethanat aktuale duket që ka pak vullnet politik dhe konsensus nëpërmjet subjekteve parlamentare për një opsion të tillë. Tashmë marrëdhëniet e saj nuk janë ato çfarë ishin me lëvizjen vetvendosje, ndërkohë nuk shihet një gatishmëri për ta mbështetur atë për një mandat tjetër as nga partitë të tjera, sidomos nga PDK-ja dhe AAK-ja, nënvizoi Kasolli. E privuar nga pozita e presidentes, atëherë gjastat janë më të mëdha që të rikthehet jetës partijake. Po ashtu dhe holumtimet e opinionit publik tregojnë se ekziston një masë serioze për çështërisë e qytetarëve të Kosovës me punën e saj si presidente, një fakt hyrë rëndësishëm për ta nxitur në këtë kthes. Mirëpo suksesi i saj i mundshëm varet edhe nga faktorë të tjerë, se sa do të jetë në gjendje që LDK-ja, si subjekt politik të shfaqet atraktiv për atë kontingjent të votuesve që presidentja Osmani e kishte përvetësuar me anë të listës Guxo, pas ndarjes së saj nga partia e dikurshme, shpjegon më tej Kasolli. Në rast se Osmani vendos të rikthehet në garën politike, Kasolli thotë se kjo do të dëmtojë më shumë koalicionin vetvendosje Guxo. Ndërkohë lista Guxo, pavarësisht iluzioneve të Donika Gërvallës dhe Faton Pecit, vështirëse do të mund të mbijetojë pa emrin e Vjosës. Madje edhe kurja elektorale lëvizjes vetvendosje në zgjedhjet e vitit 2025, në raport me ato të vitit 2021, mund të shihet dhe si pasojë e tjetërsimit të raporteve politike të Vjosa Osmanit me Albin Kurtin. Një fakt që tregon se një aktivizim partijak i presidentes do të mund të dëmtonte edhe më tej elektorisht koalicionin VV dhe Guxo.